sa i përket qeverisë Kurti 2, ne kemi analizuar mjaft mirë edhe veprimet, edhe vendimet, edhe premtimet që i ka bën gjatë fushatës elektorale, që ju ka premtuar qytetarëve, dhe jemi munduar që gjejmë diçka të mirë të qeverisjes Kurti, por me thonë të vërtetën asgjë diçka që ka shku në favor të qytetarëve nuk kemi gjetur dhe mendoj që kjo qeveri gjitha premtimet që i ka bërë nuk i ka realizuar, edhe pse dikush mund thot po vetëm 2 vite, ne kemi hyrë në vitin e 3 dhe nëse shiqojmë punën e tyre, mendoj që kanë ngecë çdo segment që është dashur të veproj qeveria. Për e thamë nga zhvillimi ekonomik, kemi ngecje, nuk ka investime të mbrëmshme e sidomos investime të jashtme, dhe kur jemi të ajo subvencionimi i ndërmarrjeve të mëdha, ndërmarrjeve të mesme dhe ekonomive familjare, kemi ngecur mjaft shumë dhe nuk ka lëvizje. Dhe është dështim komplet i qeverisë Kurti 2. Po ashtu nëse i marmi segmentet veç e veç, marmi arsimin, ju e dini me grevat, i kemi humbur 90 ditë, procesi mësimor nuk ka vijuar, nuk ka investime në infrastrukturën shkollore dhe në përgjithësi kemi ngecje. Kemi pas premtime që sa i përket qerdhje, ka është ndërtuar vetëm një qerdhe dhe mendoj që është dështim komplet i kësaj qeverie. Nëse marrë me shëndetësinë, po ashtu kemi ngecë në infrastrukturë, kemi ngecë në shërbime, kemi ngecë në sa i përket listës esenciale dhe kështu që është edhe një dështim i qeverisë Kurti 2. Dhe po thuaj se nëse marrëmi të investimet kapitale në infrastrukturë rrugore, mendoj që 2 vite e gjys fare nuk janë ndokë në punishtë dhe me i vazhduar projektet. Janë grumbulluar dikun 700 milion euro dhe nëse marrëmi inflacionin dhe devalvimin e paras publike, i kemi humbur vetëm në këtë drejtim 140 milion. Dhe kemi ngecë, do thot nuk ka qarkullim të paras publike dhe kështu që ne kemi ngecur mjaft shumë edhe në këtë drejtim. Nëse marrëmi ligjin e pagav, ju e dini çfarë katrahure është bërë, tani ligji i pagav është në gjykatën kushtetuese, ka diskrepancë në mes të niveleve, në mes të pozitave dhe në vend që me rregullu këtë sektor që është kon jetik për shërbësi civil, ne qeveria Kurti 2 do thotë ka krijuar mjaft paknasi dhe tani presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Po ashtu nëse marrëmi ligjin për pagën minimale, edhe aty kemi dështuar, ende është në sirtar dhe mendoj që është dështim i radhës i qeverisë Kurti 2. Po ashtu nëse i marrëmi ndërmarrjet publike, ju e dini për shembull që kanë ardhur që ta nalin gjakderdhjen financiare, mirë po kanë vepruar edhe ma keq, tepër ma keq në atë që kanë kritikuar. Dhe nëse i marrëmi bordit e tyre, ta marrëmi BÇK-n, çfarë ndërhyrje politike ka, kemi ushtrues detyre të guvernatorit, BÇK-s, Bankës Qendrore dhe në këtë lami mendoj që kanë dështuar dhe ka interesa drejt për drejt partijake, sepse në krye e kanë pruar njerin që ka qenë kandidat për vetëvendosjen për deputet. Po ashtu nëse marrëmi bordin e trustit pensional, edhe aty kemi ngecje, ende nuk është zgjedhur, kemi humbur mjaft paran e qytetarëve tonë, atyre që ruajnë paran për pensione dhe mendoj që mund të them që kjo qeveri e shpresës që e kanë quajtur, mendoj që është qeveria më dëshpëruese për qytetarët që fare nuk ka lëvizur dhe mund të them që kjo qeveri ka dështuar dhe do të mbahet mend për këtë qeverisje.